Banorët e fshatit Varibo, pjesë e Bashkisë së Fierit, protestuan për mungesën e ujit të pijshëm. Të indignuar, qytetarët pohojnë se që prej muajit maj ata furnizohen me ujë të pijshëm vetëm 10 minuta në ditë, ndërsa situata përsëritet çdo vit nga muaji maj deri në tetor. Ndonse thonë se janë taksapagues të rregullt, banorët janë detyruar të mbushin ujë në burimet e fshatit apo të blejnë ujë përmes autoboteve. Kemi 35 vjet që vojmë për ujë. Ujët e pijshëm e kemi, pusin e ka fshati Varibo edhe nuk pin ujë. Na japën në ditët, na japi 1 orë të pakën ujë, 1 orë. Sa vjen? Ora nuk vjen 10 minuta ajnë para ka fiku qerqe se sa ka ndeshur. Banjot janë për i bret zotit. Shtëpit të pafshirë, dorët s'kemi ku t'i lajmë, sytë s'kemi ku t'i lajmë, as një gjë nuk kemi këtu në... Detyrohem të paguaj një boljer ujë, 10.000 lekë mesetor ta bje të shtëpi. Depo është e vogël është që nkone në veri. Bëj një depo të madhe, një depo të jetë 100 tonë shëlla, furnizohet. Banorët thonë se këtë problematike kanë adresuar edhe në institucionet përkatëse, por kanë marrë mbrapsht vetëm premtime. Vem në komunë, na përcjellim me llafe të bukura qysh ikse do t'i rregullojmë, do t'i çojmë, do t'i bëjmë. Është shembur depoa. Depon e ka ai që shet ujit për detyrë ta bëj. Nuk e ka mua se unë e paguaj ujit. Kjo me vite nuk u zgjidhur asnjëherë. Le problème, c'est que je suis content d'être ici. Jam nga Franca, më pëlqen natyra në këtë fshat, por më bën përshtypje që nuk ka ujë të pijshëm. Jemi në vitin 2025. Si mund të jetohet pa ujë? Aq më tepër në këto temperatura. Shteti duhet të bëjë diçka për komunitetin këtu. Pas ngritjes së shqetësimit nga banorët e fshatit Varibo, News 24 u interesua pranë drejtorisë së ujësjelljes kanalizimeve Fier, prej nga bëhet e ditur se në total numërohen 241 abonent, të cilët furnizohen me sasinë e nevojshme të ujit, por volumi i shtuar në banesat e tyre në muajt e verës u vështirëson furnizimin e mjaftueshëm. Për rrjedhoi, drejtoria e ujësjellësit po harton një plan masash për shmangjen e shpërdorimit të ujit të pijshëm, duke inspektuar të gjitha zonat me ndihmën e task force-s.